Tani, unë do dalë pak sa nga tema dhe më shumë për kuriozitet personal do të bëj një pyetje, ndoshta pak jashtë skenarit, nuk e di sa informacion ke, po një opinion e ke. Ke parë besoj ditët e fundit që mediat greke janë vërsulur kryeministrit Rama dhe aludojnë për origjinën e tij të mundshme, edhe greke kanë aluduar. Dhe gjitha ka nisur përplasja që ka përfshirë jo vetëm mediat, por edhe qeveritarë në Athinë, nga besoj e kujton samiti i Abu Dhabit, përplasja e Ramës me një gazetar grek. Çfarë lexon për tej në këtë? Me të thënë drejtën, është kaq periferike kjo gjë sa as ka pas mendje të kjo gjë. Po kanë kuriozitet e Po nuk e komentoj dot se se di çka ka ndodhur. Tash që po dëgjoj ty them pas ka ndodhur kjo gjë. Mund të ketë origjinë greke për shembull Rama? Po jo më çfarë origjinë greke. Këta grekët kanë thënë që këta që kanë një origjinë nga bregu. Por mbiemri Rama është i njëjtë me Ramos, që është diku nga Janina. Mbiemri Rama e para një ata pas mediave greke. Ata të Janinës kanë qenë gjithë shqiptarë dhe nëse do i referohemi kësaj punën, arbreshët që jetojnë në Itali, nga Sicilia deri në Villa Badesa në Abruzzo, ata nuk flasin greqisht, ata flasin shqip. Dhe ata i këndojnë Mores edhe Moreja është poshtë Athinës, kështu që nëse do shkojmë Korint, sot këtë ditë janë arvanitasit që flasin shqip. Dhe Rama është mbiemër malsori, unë më shumë se sa nga veriu e bën nga Mirdita ose këtë nga malësi e madhe Ramën me këtë mbiemër. Po kështu janë këta, bregut. Edhe Petro Koçi nga bregu është, po edhe këta, Koç nga veriu, domethënë nuk. Po kjo është historia, hajde t'japim interpretim. Unë nuk e kam dëgjuar këtë që nga debat, as se di çfarë debati ka bërë Rama me gazetarin në Abu Dhabi, se më duket shumë periferike si gjë. Po mediat greke të aludojnë që po mediat greke dhe Enver Hoxha si kanë thënë dikur që je grek e tjerë, kështu, po këto janë më shumë kështu lloqe kavaj e themi ne këtu nga Shqipëria mesme. Po ti e di që lloqet shesin. Po mirë mund shesin, por ky është qëllimi jonë, aq më tepër që e banalizojmë emisionin dhe nuk na ndjekin më njerëz. Unë do ta, jo më pse, edhe këto element japin ngjyra.